Studentja e aksidentit të himarës Florie Peçi është përdhunuar kur ka qenë në gjendje kome në spitalin e Austrisë. Ky skandal bëhet publik nga vllai i studentes, i cili ka denoncuar në prokurori, duke hedhur akuza se motra e tij është përdhunuar gjatë kurimit në klinikën Gmunderbergut Almunster në Austri. Ndërkohë ende nuk dihet se si ka ndodhur ngjarja, kur ishte e sigurt që studentja ka qenë në spitalin e Austrisë, nën kujdesin e mjekëve të huaj dhe atyre shqiptar. Sipas kallëzimit të bërë në organin e akuzës, mësohet se studentja e tragjedisë së himarës është 5 muajsh shtazan, gjë që korrespondon me kohën kur ajo ka qenë në spitalin e Austrisë, ku sipas kallëzimit të vllait, konceptimi i shtazanisë ka ndodhur nga data 20 deri në 25 shtator të vitit 2012, kur ajo ka qenë në klinikë, pasi në Tiranë është kthyer pas 5 muajsh kurimi në 11 tetor të 2012-s. Një nga pistat e para që është hedhur, dyshohet ajo e përdhunimit gjatë kohës që ajo ka qenë në koma nga një sëmur me tëmeta mendore, por nuk përjashtohen as pistat të tjera hetimi, ndërkohë që përgjegjësia për këtë ngjarje do të bjerë edhe mbi mjekët shqiptar që kanë qenë në kujdesin e studentes, por edhe mjekët e spitalit të Austrisë që kanë kuruar Florie Pecin. Tani mbetet prokurorisë të hetoj për këtë çështje dhe të nxjerrë autorët e këtij përdhunimi, që fatkeqësisht mund ta bëjë vetëm një mendje sëmur, të përdhunojë në koma një femër.